atëherë gjeti punonte si inxhinier tek ndërtimi i urës së Gjoles. Sa atë thotë që ka bë punën e parë në Shqipëri. Gjole ku është ura? Në Durrës. Në Krujë, Fushkruj. Urës Gjoles në Fushkruj. Ura e madhe që lidh. Që është sot ura e madhe, po atëherë ka qenë urë. Ose s'kishte urë fare. Ose s'kishte dhe u ndërtua. Në 22-shin. Më mrapa pastaj ka punu në Durrës, në Shijak, Dhe u stacionua në Durrës. Jo, në Tiranë, është stacionuar, po gjithmonë në Tiranë. Po dhe ndodhi dhe revolucioni në Shqipëri 24, nuk është se pati probleme. U rikthye dhe Zogu, atëherë me Zogun u rikthyen dhe erdhën dhe pjesa e ushtarëve rus të bardhë, pra që mercenarët e Zogut, rusët që ishte një repart për 100 vetësh. Rreth 100 ushtarak dhe komandant. Ishin ata që e mbrojtën emërimin ose zgjedhjen e Zogut si president. Kujtimet e komandantit janë të tilla për gjithë ata që nuk e dinë. Ne kishim marrë urdhër dhe kishim mbushur armët, ishim gati me tytat ngritur me votimin në parlament. Në momentin që nuk do zgjidhej Ahmet Zogu president, ne kishim urdhër për ta hapur zjarr. Në një moment doli një beze e bardhë, që do të thotë që Zogu ishte zgjedhur president. Ulëm armët, hoqëm fishekët dhe u qetësuam. Këto janë kujtimet e komandantit të repartit rus të mercenarëve që kisha me Zogu në vete. Pra Zogu zgjedhur me tytën e armëve nga jashtë. Aty brenda pastaj me votimi dihet. Tani, stërgjyshi yt ishte me këta? Jo, nuk është se ishte pjesë e këtyre. Por siç ishte i lillte gjua, i lillte zakoni, traditat. Në Tiranë kishe një repart me 100 rus dhe një inxhinier mos kishte kontakte me ata. Jo, normal kontakt kishte biles më mrapa, sepse këta nuk është se vazhduan më që të shërbenin si ushtarakë, këta rusët e bardhë. Ata qëndruan këtu? Po, një pjesë qëndruan dhe bën dhe familje. Këtu, po, në Tiranë. Tiranë, Vlorë. Kishte lidhje stërgjyshi juaj me ata? Po, kishte lidhje familjarë, do që shkonin. Njëti sot do një nga ata? Me të thënë drejtën, unë personalisht jo, po gjyshja ime kishte kontakte deri vonë, derisa kishte me rusët e 1124-s. Me familjarët, me familjarët, sigurisht, po me ata të ardhët. Okej, rrinte stërgjyshit. Dhe në këto momente pastaj ai kishte më të lehtë me ardhen e Zogut në pushtet. Jo, nuk kishte lidhje ajo, po thjesht ai u ingranua sepse normalisht në Shqipëri atko mas 25 fillon dhe investimet, kishte fonde. Dhe stabiliteti i shtetit. Ai gjithmonë rrinte në Tiranë. Në Tiranë, po lëvizte për punë, për shembull në Korçë. Tani që do fillojmë të shpjegojmë dhe fotot. Kemi pra Aleksandr Podolski, erdhi këtu, u stacionua dhe filloi një lloj stabiliteti. Ai u martua me Tatjana Podolski, ruse. Po, edhe ajo një ruse. Ai ishte e këtyre? E këtij detashmentit? Shiko, historia e saj ishte kështu, stërgjyshi gjatë kësaj kohe që ka qenë, lëvizte, do të dilte edhe nga Shqipëria, shkonte edhe në Aleksandri u martua me Tatjanë. Nuk u martua me këtë? Po. Tani ku ishte Tatjana? Tatjana ishte në Greqi. Po çdo në Shqipëri? Këtë po të shpjegoj. Aleksandri shkonte edhe në Greqi, sepse kishte edhe atje rus. Jo, kishte rus të bardhë që jetonin dhe atje. Si këtu? Po si këtu, dhe kishte lidhje, doan që kishte edhe njofje. Dhe atje e njohu Tatjanën dhe e solli në Shqipëri dhe u martua me Tatjanën. Atë ka njohu në Greqi? Po. Kjo është Tatjana, bashortja dhe kjo ishte ruse? Kjo ishte po nga zona, po nga Ukraina dhe kjo? Ukraina se dhe kjo? Po. Do të thënë, stërgjyshi dhe stërgjyshja jote, Aleksandr Cangoja, ishin nga Ukraina. Ore ti vetë ndjen në një gjë kështu, je Ukrainas ti vetë, je rus, ndjen në një gjë ruse? Them drejtën, nuk është se ndjejnë ndonjë gjë, sepse unë jam shqiptar. Prit, se do të pyet pse je shqiptar. Pra, Aleksandri u martua me Tatjanën dhe kishin një vajzë. Po. Svetlana. Svetlana, gjyshja ime. Svetlana, gjyshja jote. E ke njohur gjyshën? Po si jo, se... Sa vjeç ishe kur ndroi jetë? 82. Ajo ishte 82 vjeç. Po ti? Unë isha në 2013, kam qenë 20... Po pse tani ka vdekur? Po. Svetlana? Po. Po si s'ma ke sjell Svetlanën këtu në 2013. Në 2013, po si s'ma ke sjell në intervistë Svetlanën mo Aleksandr Cangoja. Sa vjeç ishe ti në 2013? Unë kam qenë 21 vjeç. Merresh me ca gjëra të tjera atë. S'merresh me këto gjëra të bukura që më bën këto kohë të fundit me foto e me studime. Pa ti duhet një intervistë me Svetlanën, do ishte
historike. Ajo faktikisht po, sepse ka qenë shumë e lidhur me babain e saj. Ishte e lidhur? Shumë e lidhur, sepse edhe mamaja për shembull i ndroi jetë. Okej, mos ka. Do të thënë, Aleksandriu u martua me Tatjanën dhe kishin vajzë Svetlana. Po. Svetlana u martua me Alit Cangonjën. Me gjyshin tim. Me gjyshin tim. Ai Cangonja ishte nga Korça më se. Në origjinë po. Po, nga Korça rrinte në Tiranë. Në Tiranë dhe. Ishin ardhur vitet 30. U martuan ata dy, pra Rusja ukrainase me këtë korçarin dhe bën 4 fëmijë. Po. Viktorin, babaim, Tatjana, Adriani dhe Emini. Tani, nga Viktori ti lindet ti. Po. Tani, foto tjetër që ti komentoj me Aleksandri, tani kush janë këtu? Atëherë është Aleksandri dhe këto janë dy miqtë e tij. Aleksandri kush është? Aleksandri është ky në krah të. Ky është Aleksandri Cangonja, se duhet kishim një portret të parë të tij. Okej, po ne kemi disa foto që këtu janë në Greqi. Një sekond. Tani ky është Aleksandri Cangonja. Po. Aleksandr Podolski. Dhe jo, janë miqtë e tij. Miq nuk është, po Aleksandri në Greqi këtu? Po. Në Greqi. Çfarë bën në Greqi? Gjuan dhe peshk. Takonte rusët e tjerë, kishte lidhje. Ore, takonte Tatjanën dhe Bërleri tani këto tani, gjuan dhe peshk pra. Do të thënë, ai është kështu s'ka fare fizionomi kështu nga Ballkani ku ka jetuar, po është. Po edhe kështu i bardh fare nuk më duket, po. Ë? Sigurisht i zeshkët? Apo është fotoja e vjetër? Është foto, janë shumë tjetra këta. Foto tjetër. Mendova se mos ishte Tatjana ajo. Jo. Ky është Aleksandri. Po, ky është Aleksandri, këtu është me uniformë ushtarake, këtu është gjatë luftës së parë botërore. Jo, këtu më gjan fiks rus mua ai. Ai që nga do të thënë që nga i bardh kështu, edhe bjond, ë? Bjond ishte? Jo, bjond jo, nuk ka qenë bjond. Pak mustaqe kështu, alla Charlie Chaplin të asaj kohe, ë? Këtu është lufta e parë botërore ku në Rusi? Këtu janë në front, sepse ai mas i mbaroi shkollën, doli direkt në front, pastaj shkoi në Shën Petersburg, bëri shkollën për ushtarak pastaj atje për një vit. Dhe u gradua, mori gradën e Togjerit. Dhe pastaj në front në kufi me Austro-Hungarinë, sepse luftën biles me gjermanët e kishin luftën shumë. Po, dhe këtu është në front. Çfarë ishte ushtar, kishte grad? Ishte oficer i kavalerisë dragonave u qunin, kishte emërtim. Po, kavalerisë dragonave. Si një foto me jo, nuk kam. Po, foto tjetër? Këto janë fotot që na kanë ngel në fakt sepse këtu është mosh shtyr, është shumë afër, është e vitit 67, një gjë e tillë. Aleksandri. Ky është Aleksandri, ndërsa kjo është një mikesha vet, e cila është por ruse, Pavlina Vuksani, por është ruse që është martuar me një shqiptar, ruse e bardhë edhe kjo. E nga i komiteti që the? Po, dhe janë njohur në Greqi. Edhe me këtë në Greqi? Po, sepse bashkëshorti i Pavlinës, Vuksanit, ishte kapiten anije. Dhe u martuan dhe erdhën në Shqipëri. Pastaj në 44-ën. Qartë. Foto tjetër? Po patën marrëdhënie domosdoshmë derisa vdiqën, domosdoshmë edhe me vajzën e kësaj, po me vajzën e kësaj që është gjallë. Akoma. Vajza e kësaj? Po, Paulinës, po është në Greqi sot. Po, foto tjetër? Tani, mi shpjego pak këto foto që janë bashkë. Në fillim këtu është gjyshja ime. Ajo, atje një grua me një vajzë. Po, gjyshja ime. Jo, priti, themi kështu me emrën e. Kush? Svetlana. Do dhe në Svetlana, vajza Aleksandr Podolskit, me maman e vetë, Tatjanën, nuk e di qa viti mund tjetë. Do dhe Tatjana është gruaja e Aleksandrit. Dhe Svetlana e bia. Që është gjyshja jote? Gjyshja ime, po. E me pas gjyshen me emrin Svetlana ti dhe thua s'ndjen fare Ukrainas? S'ke nde fare kështu gjak? Jo, unë mund ta kem gjak, po... S'ke, ashtu fare? Nuk është se kam në jo, më vje shumë i që ndjesh me 100% shqiptarë se sa ndjesh i 100%. Do shta e kam nga gjyshi. Nga gjyshi im. Nga cili gjyshi? Nga Liu. Nga Liu. Po kjo këtu? Atere, këtu janë në një, kam pas një shtëpi në malin e Dajtit që shkonin në verë për verim, nga që ka qenë shumë vapë. Pas ka jetu mirë, Aleksandr Podolski? Po, kam pas jetë relativisht mirë. Këtu në vitet 30? Po, vitet 30, du tjetë 37, 38. Po, aty është Svetlana? Po, Svetlana është. Minqë? Prap në Dajt? Po, në Dajt. Në Dajt, e? Këto janë në Dajt. Kurse këtu... Atë shpinë në Dajt, kush e ka tani? Se di. Di që kam pas edhe një shtëpi tjetër po në Berat, domethënë në një fshat Beratit. Po. Biles patoj kam dhe letrat që
kishe bë para noterit stërgjyshi, që ja lente stërgjyshes në rast se ndodhte çdo lloj gjoje që mund ndodhte, po që nuk ekziston sot. Shtëpi nuk ekziston. Jo. Në një fshat Beratit. Që ai shkonte për shkak të punës vet, si inxhinier, shkonte tek. Po pas ka jetuar mirë, më. Po, foto tjetër? Ka jetuar mirë, po, ja. Tu është prap Tatjana? Jo, Svetlana. Svetlana, Svetlana me Tatjana. Po. Do të thënë vajzë nën. Po. Me macën aty sipër, i ka dash shumë. Kafshët. Shtëpi verimi ishte kjo. Po, shtëpi verimi, biles patëm bë, se ka përmend te ato shkrimet e veta, patëm bë një tip teleferiku. Nuk e di qofse e ke has atë kohë, kohën e Zogut është bë një tip teleferiku. Për ndajt? Po, për ndajt që shërbente për mallërat. Ajo për njerëz. Po, u përdorte edhe për njerëz, po nuk është se ishte u shërbente. Kush e kishte bërë teleferiku? Stërgjyshim, inxhinieri. Çfarë thua? Bashkë me një rus tjetër, po. Do të thënë në vitet 30 kishte teleferik për ndajt. Po, ka qenë teleferik, po jo teleferik si ky sotmi, normalisht, po. Dhe ata shkonin me teleferik atje? Po, shkonin atje dhe kalonin kohën e nxehtë verës. Keni foto teleferikut? S'ka. Okej. Kam sepse edhe këto që kanë ngel, këto janë rujt, po pjesa tjetër thash janë. Do flasim për ata. Foto tjetër? Ky është Aleksandri. Po, këtu janë Durrës. Ore, ti si ngjan fare aty? Ai gjatë saj, ai duhet 1.85 i gjatë ti. Ti rus? Ti 1.65 kështu bashkë me mua këtu, po rus, po pra rus pra, po s'ka asnjë gen. Aty është Tatjana me Svetlana. Po, në plazh Durrësit. Ore, po të tre këta sikur s'po i shoh, apo kemi foto të tre? Jo, kanë, duhet të kemi foto. Këtu janë plazhet Durrësit. Po, nuk kishin si të bënin foto të tre, se njëri duhet të mante aparatin. Sepse ai ka pas një aparat edhe do gjithë fotot që janë bërë, mas daljes nga burgu që i ka bë babai tim kur janë qenë të vegjël, i kanë bërë nëpërmjet aparatit që mante Aleksandri, ka pas një aparat. Do thënë ideja që nuk kalon njëri aty Po ja, do shohësh foto të tjera që plazhi është bosh komplet. Okej, ku në Durrës tu e dallon fiks vendin? Ktu janë te kabinat e plazhit që kanë qenë në kohën e Zogut që vinin për pushime. Po pra, do të thënë ato gabina që ndruan në kohën e Enverit, edhe ato vilat? Po, janë të njëjta. Tek ato vilat. Nuk e thot njëri këtë. E kujton gjithë njerëzit se më kanë bërë plazhet, unë shkoj vit për vit vija nga Çorovota në ato kabina. Kanë ngel pak ndërtesa, shumë pak ndoshta. Ato vilat e 2-3 vila ndoshta kanë ngel. Ato janë bler me kështu me flori. I ka shit shteti dhe i blen njerëzit për qëllime pushimi. Dhe pastaj prapë e mori shteti. Ja, mori shteti dhe alla prapë mas... Ja, ka dhënë, i kanë marrë? Po, i kanë marrë, sepse emrat i kanë pas. I kanë marrë, po, foto tjetër. Masën më të madhe, po. Pastaj problematika pronat kanë sa dush. Tani, po, mirë me vëra, ati Aleksandri? Po, ati është Aleksandri. Ati është një punishte. Ku? Në Tiranë. Po? Një kantier punimi që merrte, sepse ai bonte edhe punë, përveç të punëve publike, për shembull ura dhe urën e Milotit ka qenë, në urën e Milotit ka qenë. Si inxhinier? Si inxhinier. Po? Bonte edhe punë private për njerëz për shtëpia, për shembull. Çfarë bonte? Për shembull, përmend në shtëpinë një objekt të familjeve Laca dhe Kaceli. Tiranë. Në Tiranë tek Kaceli afër Saatit. Saatit, bravo. E ka zbatuar ai si projekt. Atë godin. Po, si godin. Po, atje është Svetlana me? Svetlana me një, po, fëmijë rus të shoqërisë. Ore, paska pas komunitet rus këtu në Shqipëri që vitet 30 dhe ka sepse dhe mbanin shumë njëri tjetrin. E mbanin sepse ishin një vend huj, gjua, traditat, kultura. Pavarësisht se këta u inventuan. Nuk ishte komunist që ta shpjegoj. Jo. E ishte kundër bolshevikëve. Ai ishte antikomunist. Ishte antikomunist. Antikomunist. Anti-Lenin, anti-Stalin. Ajo do në tregon dhe vetë që ata e detyruan që të lente atë dheun e vetë, se normalisht ai nuk është se kishte dëshirë. Këtu me kë është? Atëherë këtu është gjyshja ime dhe këto janë dy rusë tjerë të. Do të thënë kjo është Svetlana. Po, Svetlana. Nuk është janë miq të babait. Po, miq të babait. Të babait saj. Po aty ndajt? Dhe aty po ndajt. Aty duhet të jenë të tre ata? Sigurisht quaj Aleksandrin atje, do të thënë është një siluet. Svetlana dhe Tatjana. Po. Në dajt gjithmonë, ë? Në dajt. Çfarë ato pemë të hedhura shumë? Se di. Po sepse prenin pemët për dru dhe i sillnin Tiranë që e pse i prisin këta, ha?
Kishin shoqëri, për shembull Aleksandri, se unë kam gjetë dokument në arkiv të shtetit, në kohën e Italisë, kishte marrë një koncesion në zonën e Mamurrasit. Për të predru? Për të shfrytzu. Si personale, për vetë? Për personale dhe... I pagunte shtetit? Po, i pagunte shtetit. Dhe kishte një problem me banorët e zonës atje që dilnin për shembull i rëmbenin veglat e punës. Ja vidhin? Po ja villnin, kërcononin punonjësit. Në çfarë vendi? Në Mamurras. Në Mamurras, Foto tjetër? Këtu tani. Aleksandri? Po, Aleksandri me... Se më gjanë ndryshë ty. Me të bijin. Me gjyshen time. Me Svetlanën. Po, Svetlanën. Do dhe me Svetlana ishte gjyshe jo. Do dhe vajza e Aleksandrit dhe vajza e Tatjanës. Po atje? Atëherë është gjyshja ime. Kjo ishte... Gjyshja kush? Prit. Gruaja njërë. Tatjana. Gruaja ishte një zonjë që... Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Gjyshja jo të është ajo atje? Po, me masën. Po, dhe po kjo këti? Dhe kjo nuk ka lidhje me gjyshja. Rusë ty? Po, rusë. Po të pas kam pushtuar... Ku janë tira? Jo, janë po ndajt, po ta shohësh se është blogu që unë kam marrë, ishte blogu, do në që fotot që kam sjell, ka një blogu, shumica fotove janë shkret. Po këtu, masja po peshohet? Masja e kam peshu, është gjysë kile masja. Gjysë kile, 500 gram, sa e bu. Po tani kjo siluet gruaja se s'është komplet? Nuk e kuptoj këtë. Nuk e di. Siluet gruaja du tjetë kjo? Po, grua. E pra se kush është? Po aty? Dhe këtu janë po ndajt, po ta shohësh, ka dhe qenë, bile stërgjyshja ime, ka foto tjera që do i shohim, ka qenë shumë apasionume mas qenve, bile se ajo i solli një shkak që ajo vdiq. Që? Vdiq nga smundja e kinokokut. Prit, ma shpiko dhe një, do dhe stërgjyshja jote, stërgjyshja për gjyshja? Stërgjyshja. Do dhe Tatjana. Që vdiq e renë mosh. Tatjana, gruaja e Aleksandrit, vdiq nga kinokokut. Që është këtë smundja? Smundja e qenit është një lloj bakteri. Ja ngjiti? Po. Sa vjeç e vdiq? Vdiq gati 40 e sa vjeqe. Do në vitet 50 ka vdek. Aleksandrit ajo që tregonte, ja vente fajnë miksis, do në që neglizhunse. Nuk pun të vdisi, do në nga ajo loj smundje. Në cilin vit? Vitet 50, 51. U martua Aleksandrit prapë? Jo, falë 51, 56. U martua Aleksandrit prapë? Jo, nuk u martu, sepse Aleksandrit sa pati dal nga burgu. Ja, do të themi për pjesë e burgut. Foto tjetër që të marroj me këtë. Shiko, më fal një sekond. E pa suvatuar atje si e rrje pra jo. Thash është shtëpia atje në dajë që këto e manin vetëm për të shku, për të kalu, për të qenë fresk domon. Edhe kishte dhe qen atje. Dhe i qeni? Jo, ai janë qeni apo kishte mikrob? Jo, mikrob, po të shohësh ke shumë foto për tjera me qen. Nga ajo vdiqe. Dhe gjyshja ime pastaj i ka pas nuk na lente ne me majt qen. Po ti ke qen? Jo. Don tani kam, po nuk sa ka qenë gjyshja gjallë. Nuk mbaj qen. Nuk e mates. S'ka frikë? Po s'kam frikë sepse thash, ajo ishte një Ajo ishte një lloj smundje shumë, do të vdisja nga ajo ishte shumë banale, po atit ju duk shumë neglizhenca e mjekëve që e solli që të vdista. Foto tjetër? Po këtu? Po, ja dhe këtu, po në dajt janë, po me rusë tjerë. Një kështu piknik, po? Po, piknik, bonin shpesh piknik në... Me rusë, të? Me rusë, po, me rusë. Sa rusë paska pas këtu, paska... Pandaj mbi bolshevizmi këtu për lera. Ati Aleksandri me... Jo për këtyne. Me të bijin. Po. Me Svetlana, edhe Macet. Po, këtu? Këtu është Tatjana, ajo në këmbë, kurse këto tjerët janë në rusë. Rusë, me Svetlanën që është po. Svetlana, po këtu? Edhe këtu është Svetlana. Gjyshe edhe. Foto tjetër? Tani vim tani, një sekund. Tani mbaroj mbretëria. Pushtua Shqipëria nga Italia dhe pastaj nga Gjermania. Çfarë bëri Aleksandri? Aleksandri vazhdoi punën si inxhinier, me punë civile. Si në kohën e italianëve dhe kohën e gjermanëve, biles në kohën e gjermanëve, ata kishin nevojë për ndërtim objekte ushtarake, magazina, kasolle.